Kontrata $6 milion e lobimit të Partisë Demokratike në SBA është një aferë e pastër që implikon drejt për drejt kupolën e partisë dhe Sali Berishën, duke zbuluar një sër shkeljesh të rënda ligjore dhe mungesë totale transparence. Përveç se mbajti të fshehur deri në momentin e publikimit nga mediat, kjo kontratë nuk është financuar nga fondet e partisë, por nga një donacion privat jashtë vendit, duke shkelur hapur kodin zgjedhor dhe rregullat e financimit të partive politike. Në veçanti disa nga shkeljet kryesore janë: donacioni i paligjshëm nga shtetësi huaj, kodi zgjedhor, nenet 92 fraksion 1 dhe 92 fraksion 2 ndalon financimin nga persona privat që nuk kanë shtetësi shqiptare, ndërkohë që kontrata u firmos me shtetasin amerikan Nureddin Seci, ish shtetas shqiptar me rezidencë në SBA. Shumë fish mbi limitin ligjor. Ligji shqiptar kufizon çdo donacion privat në shumën maksimale prej 1 milion lekësh të rinj, rreth $10.000, ndërsa në rastin konkret PD ka pranuar plot $6 milion nga një person i vetëm, duke ka përcyer disa herë limitin ligjor. Mos deklarim dhe fshehje e transaksionit. Sali Berisha dhe zyrat financiare e juridike të PD-s nuk e deklaruan donacionin te KQZ. Nuk publikuan asnjë detaj financiar, duke mos plotësuar formularet zyrtare të donacioneve, siç e kërkon ligji në mënyrë të qartë. Pagesa e dyshimt prej $750.000 është në dorë. Ditën e firmosjes kontratës, PD ka paguar $750.000 paradhënie pa deklaruar mënyrën e pagesës apo origjinën e këtyre fondeve, duke ngritur dyshime serioze për burimin e këtyre parave. Këto fakte të rënda kanë vënë në lëvizje SPAK-un, i cili tashmë ka nisur hetimin për këtë aferë që mund të fshehë pastrim parash apo financim të dyshimt nga grupe interesi në SBA. Megjithatë, KQZ e drejtuar nga Ilirian Celibashi vijon të hesht, duke injoruar detyrimet ligjore për të hetuar menjëherë financimet e dyshimta në prag zgjedhjesh. Partia Demokratike u përpoq ta justifikojë këtë aferë duke deklaruar se kjo shumë Ramondse ishte një kontribut patriotik nga diaspora shqiptare në SBA kundër regjimit të Edi Ramës. Por realisht e gjithë skema duket si një përpjekje personale e Berishës për të pastruar imazhin dhe për të hequr vulën non grata nga SBA. Publiku shqiptar kërkon të dijë një përgjigje të qartë. Nga vijnë këto miliona dollar dhe pse PD i fshehu ato? Tani SPAK ka në dorë zbardhjen e plotë të kësaj historie, ndërsa Sali Berisha duhet të sqarojë urgjentisht para drejtësisë dhe opinionit publik origjinën reale të këtij financimi skandaloz që kërcënon integritetin e opozitës shqiptare.